Është dita e fundit e punës për Halit Zenunin, I cili pas 42 vite shërbimi në laborator, sot është pensionuar. Zenuni, shef I laboratorit në qendrën kombëtare të mjekësisë së punës në Gjakov, thot se ky moment është emocional për të, por njëkohësisht ndihet krenar për punën e bërë ndër vite. Vjen mirë që më shëndet mirë, I falenderoj gjithë nga zemra për punën që kemi bërë, për rrugtimin tanë që nga viti 84, tani ka ardhur dita e pensionimit dhe vjen mirë që Eloni institucion me plot mjek, me plot teknik, me punë të madhe, Eloni laborator me profesionist mirë, I cili do të vazhdon edhe më tutje sukseset e Institutit Mjekësisë Punës, ju uroj sukses gjithave. Punën dhe përkushtimin e Halit Zenunit e ka vlerësuar edhe doktori Albert Lila, I cili tha se ka qenë kënaqësi të punojë ndër vite me radhë me të. Unë te Haliti kam gjetë mos pari shokin, profesionistin, bashkëpunëtorin në afër profesional. U erdhën rrethana të sesoj që në kohën më të rrondën të zhvillimit institucional laboratori me të pamjek dhe I ra përgjegjësia Halitit, të udhëheq këtë resort këtë kabinet një pjesë vitale të institutit e cila ishte pjesë më e fortë ajona me të cilën instituti u promovu në për vite, jo vetëm për qytetarët e regionit të Dugaxhinit, po edhe në tërë Kosovën. Në qendrën kombëtare të mjekësisë së punës, sot është pensionuar edhe punëtorja e administratës Ferdonie Zeka. Unë kam një 45 vjetë stazh, kam punuar në kombinatin e Mindaraku, pastaj kam kalu këtu në dispanzer e herë, tash qendra kombëtare mjekësisë punës. Unë falenderoj shumë stafin e administratës. Emocione mjaft kam. Mjaft emocione, po inshallah ju ecën bark këtu. Ndërsa shefja administratës Zana Këpuska tha se ka qenë privilegj të punoj për vite me radhë në të njëjtin institucion me zonjën Zeka. Unë done si uroj vetëm sukses në rrugtimin e saj, kështu që Donja kalon shumë gjurmë në kolektivin tonë, me pozitivitetin, me edukatën, me njerëzillykin që e ka pas Donja, veç suksese. Stafi I qendrës kombëtare të mjekësisë së punës në Gjakov, në nder të pensionimit të 2 punëtorëve, ka organizuar një takim për shëndetës.